ma të regon një vepër e cila më shpije në xhennet, më largon nga xehennemi. Shikoje përgjigjen, analizoje përgjigjen. Ajo është e lehtë atij që Allahu i ban të lehtë. Nuk e di ti çfarë kënaqësi është me shku në Vareza në 12 të natës. A e di kush është ai i vdekuri? Ja Rasulallah. Ja. Muslimanët kërkojnë vetëm ja Allah. Çështja kryesore është Islami, e cila është shtylla që e mban atë. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall vazhdojmë së bashku në hijen e fjalëve, porosive, këshillave më të mira të njeriut më të mirë, të njeriut më të zgjedhur, të dashurit të Allahut azza wa jall, me fjalët, me hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me lejen e Allahut azza wa jall kemi arritur në një hadith i cili është madhështor, i cili është shumë i rëndësishëm, i cili është shumë i dobishëm, i cili ngërthen në veten e tij porosi të mëdhaja, çështje të mëdhaja që besimtari në jetën e tij duhet t'i ketë parasysh, që besimtari në jetën e tij duhet të mundohet që së pari t'i mban në mend ato porosi, t'i merr me vete në teori, pastaj t'i realizon edhe në praktikën e jetës së tij. Bëhet fjalë për një hadith të cilin e transmeton një sahabi i madh, i dalluar, i shquar, i cili quhet Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu. Muadhi radhiyallahu anhu transmeton porosit, fjalët të cilat i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. An Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu qal. Transmetohet nga Muadhi radhiyallahu anhu i cili tha: Qultu ya Rasulallah, i thash, pra Muadhi i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Ya Rasulallah, më trego për një vepër e cila do të më çon në xhennet, do të më largon, do të më shpëton nga zjarri i xhehenemit. Në këtë hadith dhe në hadithe tjera, ne përveç fjalëve që duhet të marrim mësim, përveç atyre që thuhen qartë, përveç atyre porosive që lexohen, dëgjohen, përcillen, ne duhet të mundohemi të marrim mësim edhe nga mënyra e pyetjes, nga mënyra e përgjigjes, nga interesimi i sahabiut dhe pastaj nga rruga të cilën i jep atij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga të gjitha këto ne duhet të mundohemi të marrim mësim. Shikoje Muadhin radhiyallahu anhu, i cili e ban një pyetje, i cili kërkon prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Së pari shikoje pyetjen sa është e shkurt.
Nuk është pyetje gjatë, me gjithë se ne të njëjtën pyetje, ka mundësi që ta bëjmë në forma të ndryshme, në mënyra të ndryshme. Ja Rasul Allah, më trego për një vepër e cila më çon në xhenet, më shpëton nga zjarri i xhehenemit. Shkurt edhe qartë. Ja Rasul Allah, ne dojmë me shku në xhenet, edhe na mundohemi, ndoshta sa një bëj veprat krejt deri në atë shkallë, ama me gjithat, ne shpresojmë të Allah Azza wa Jall, a mundesh ma tregu ndonjë vepër, ama ndoshta une nuk e di mas pari, a munde me bo sakt atë vepër, a mundesh ma tregu ndonjë vepër që une të mundohem në jetën time, ajo vepër ndoshta të Allah Azza wa Jall, bëhet shkak që une ta fitoj rahmetin Allahut, shpërblimin Allahut, knatësinë Allahut, ndoshta ajo vepër mua më çon në xhenet, ndoshta ajo vepër më shpëton nga zjarri i xhenemit, duke pas parasysh që unë jam gabimtar, unë jam gjunaqar, unë kam tmetat e mia, e kështu me radhë. Dhe pyetja jon bëhet e gjatë dhe në fund të njëjtat fjalë, pak fjalë me shumë kuptim, pak fjalë mirë po të mjaftueshme. Ja Rasul Allah, ma të regon një vepër e cila më shpije në xhenet, më largon nga xhehenemi. Në këtë mënyrë zakonisht duhet besimtari të mësohet dhe të edukohet që ta ban pyetjen e tij. Dietarët kanë thënë, para se ta bash pyetjen tënde me fjalë, bane pyetjen tënde me mendje. Ti bane një herë pyetjen, përpiloje njëherë pyetjen, formuloje ti në vetvete dhe pastaj në fund thuaje. Dhe jo thuaje, pastaj gradualisht formuloje atë. Përpiloje pyetjen tënde dhe pastaj shprehe atë në mënyrën më të qartë edhe më të shkurtë. Dhe në fund shikoje interesimin e Muadhit radiallahu anhu dhe sahabeve tjerë të cilët kemi ecë me radhë, kemi shtjelluar, kemi përmendur hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku sahabet kanë bë pyetje. Interesimi më i madh, interesimi më i lartë i të gjithë atyre, synimi i tyre ka qenë atje në maje. Më tregon një vepër e cila më çon në xhenet. Ky është qëllimi, ky është synimi, tjerat pastaj janë shumë lehtë. Më tregon një vepër e cila më shpije në xhenet dhe më largon, më shpëton nga zjarri i xhehenemit. Po kjo është kryesorja. Allahu Azza wa Jall tha: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Kush ka shpëtuar nga zjarri i xhehenemit dhe ka përfunduar në xhenet, ky njeri ka fituar. Po nuk ka fitore më të madhe, nuk ka arritje më të madhe se sa njeriu të përfundon në xhenetin Allahut Azza wa Jall. Shikoje përgjigjen, analizoje përgjigjen, shikoje mësuesi më i madh i njerëzimit në çfarë mënyre do të përgjigjet dhe pastaj shikoje si përgjigjet Muadhit radiallahu anhu dhe si është përgjigjur ndoshta në disa raste disa njerëzve të tjerë. A do t'ju përgjigjet Muadhit njëjtë si kur i është përgjigjur një arabiut, një beduinit i cili ka ardhur prej atje, prej fshatit, prej shkretirës, e ka bën një pyetje dhe ja ka dhënë një përgjigje qartë dhe shkurt? Apo do t'ju përgjigjet pak më ndryshe? Kujt? Muadhit radiallahu anhu, Muadhin të cilin e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk flasim Muadhi i cili e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e don Muadhin radiallahu anhu. Në hadithin tjetër në të cilin tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O Muadh, wallahi inni la uhibbuk." O Muadh, pashallahun unë dua ti. Subhanallah, jo Muadhi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Muadhit: "O Muadh, unë dua ti." Mos e le pas çdo namazi që thuash: "Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik." Këtë lutje, këtë dua bane
pas çdo namazi. Në hadithin tjetër, kthehemi në këtë hadith. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i flet Muadhit. Kush është Muadhi? Një prej sahabeve më ditur, më i madhi në mesin e sahabeve, dietari më i madh në çështjet e halalit dhe haramit, është Muadhi. Atëherë të shohim përgjigjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj këtij sahabiu dhe ndaj kësaj pyetje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Laqad sa'altani an adhim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayh." O Muadh, ke bo pyetje për një çështje shumë të madhe. Subhanallah. Ke bo pyetje për një çështje shumë të madhe, ende pa filluar përgjigja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë ja jep një mesazh që atë për të cilën ke bo pyetje ti është shumë e madhe. Mirë po, ajo është e lehtë atij që Allahu i ja ban të lehtë. Ajo është e lehtë atij që Allahu i ja ban të lehtë. Dhe besimtari duhet të ban dua që Allah azza wa jall t'i ja lehtëson edhe çështjet e dunjas, edhe çështjet e ahiretit, edhe çështjet e ibadetit. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kështu bani dua Musa alayhis salam. O Zot, ma hap gjoksin, ma qetëso zemrën, mi largo gjitha ato gjërat që mund të strehohen dhe të futen në gjoksin tim. Ma hap gjoksin, wa yassir li amri, dhe ma lehtëso çështjen time, ma lehtëso rrugën e thirrjes, por në rrugën tënde ndaj Firaunit, ushtrisë së tij dhe palës së tij, të kërkosh nga Allahu azza wa jall që Allahu ta lehtëson. O Muadh, kjo është e madhe, ama kjo është e lehtë atij që Allahu i ja ban të lehtë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha përgjigjen duke thënë: "Ta'budullaha la tushriku bihi shay'a." A don do një gjë e cila të çon në xhenet, të largon nga xhehenemi, së pari të adhurosh vetëm Allahun, mos t'i bash shok atij. Dhe kjo është çështja kryesore, dhe nga ana tjetër kjo është çështja më e rrezikshme. Ti bësh shok Allahut azza wa jall. Dhe ti do të shohësh edhe në këtë kohë që elhamdulillah deri në një mas populli vetëm se është vetëdijsuar dhe i ka kuptuar disa gabime dhe devijime të kaluara të cilat kanë ndodhur në këto vende në mesin e këtij populli. Elhamdulillah, populli vetëm se i ka kuptuar që ato gjëra në të kaluarën kanë qenë gabime, kanë qenë devijime, kanë qenë rrugë humbur e shejtanit. Njerëzit të cilët kanë shkuar te magjistari, njerëzit të cilët kanë shkuar te falltori, njerëzit të cilët kanë shkuar në për tyrbe, në për teqe, duke kërkuar në për vareza, pas gjithë kësaj, ende do të gjesh njerëz të cilët mundohen edhe në këtë kohë të fusin në mesin e muslimanëve devijime të tilla. Dhe të thot pastaj: "Nuk e di ti çfarë kënaqësie është me shku në vareza në 12 të natës. Nuk e di ti çfarë kënaqësie ka ti të qëndrosh aty me të vdekurit. Nuk e di ti çfarë rëndësie ka tyrbeja, ngritja e një vari sikur të duket xhami. Nuk e di ti." Dhe kështu me radhë, që të nxiten njerëzit mirë, po elhamdulillah, njerëzit nuk nxiten. Njerëzit nxiten me fjalë të Allahut, me fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, larg atyre devijimeve, larg atij dalaleti, elhamdulillah, larg. Dhe ky popull, elhamdulillah, në përgjithësi i ka kuptuar këto çështje, të cilat janë të rrezikshme. Të kërkon njeriu dobi nga i vdekuri, të shpreson njeriu nga i vdekuri, të kërkon largimin e një smundje, një problemi, një telashe, një derti nga i vdekuri, dhe në fund, a di kush është ai i vdekuri? Kush do që tjetë? Qoftë edhe më i miri i njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
as të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimanët, as të vari i tij nuk kërkojnë ja Rasul Allah. Ja. Muslimanët kërkojnë vetëm ja Allah. Ky është adhurimi në Islam vetëm dhe Allahut azza wa jall. Ta'budullaha la tushriku bihi shay'a. Ta adhurosh vetëm Allahun dhe mos t'i bash shok atij, as melek, as pejgamber, as aulia, as musliman të mirë, as të vdekur, as kan tjetër, vetëm Allahut azza wa jall. Dhe Allahu azza wa jall u ka hapur syt njerëzve të cilët i shohin argumentet e qarta dhe largohen nga një rrugë e devijuar, nga një shirk i cili e rrezikon apo e rënon imanin. Të adhurosh vetëm Allahun, mos t'i bash shok atij. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus salah, ta falësh namazin, wa tu'tiz zakah, ta japësh zekatin, wa tasumu Ramadan, ta agjërosh Ramazanin, wa tahujjul bejt, dhe të bësh haxhin. Pra, një vepër e cila të çon në xhenet, këto janë shtyllat e Islamit: shahadeti, namazi, zekati, agjërimi, haxhi. Haxhi ai i cili ka mundësi, zekati ai i cili ka mundësi, agjërimi ai i cili ka mundësi, namazi çdo kush ka mundësi, dhe shahadeti nuk bëhet fjalë. Këto janë shtyllat e Islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përcolli ato, i dha këto porosi Muadhit radhiyallahu anhu. Mirë po, a mjaftoi me kaq? Në disa raste kemi par hadithin tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto fjalë ja tha një sahabiu tjetër i cili bani pyetje dhe përfundoi me kaq. Mirë po, në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj Muadhit vazhdoi edhe më tutje. Nuk mjaftoi me kaq. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ofron atij. A don edhe më shumë? A don me tregu edhe më shumë? A don hajr edhe më të madh? A dëshiron mësime edhe të tjera? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua Muadhit radhiyallahu anhu edhe tha: ala adulluka ala abwabil khair? O Muadh, a don që unë ty të tregoj, të udhëzoj në dyert e hajrit, dyert e mirësisë? A don që të tregoj për dyert e hajrit? Se nuk bëhet fjalë për ty, shahadeti, namazi, zekati, agjërimi, haxhi, nuk bëhet fjalë. A don që të tregoj ty edhe më shumë? Sigurisht ja Rasulallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë tha: as-sawmu junna, agjërimi është mburoj. Këtu kanë thonë dietarët, më shumë bëhet fjalë për agjërimin nafile. Agjërimi është mburoj, megjithse edhe agjërimi farz është mburoj sigurisht. Agjërimi e mbron njeriun. është mburoj nga çfarë? Agjërimi e mbron njeriun në dunja, e mbron njeriun në ahiret. E mbron njeriun në dunja nga pasimi i epsheve, e mbron njeriun në ahiret nga dënimi i xhehenemit. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Was-sadaqatu tutfi'u al-khati'a kama yutfi'u al-ma'u an-nar." Ndërsa sadakaja, agjërimi është mburoj, sadakaja e shuan mëkatin siç e shuan uji zjarin. A don më shumë? A don që ti me bë vepra edhe të tjera, edhe të shumta, që të kesh mirësi, edhe më të mëdha, po sadaka. Jep sadaka për hir të Allahut azza wa jall, nga se sadakaja i pastron gjunahet. Dhe është mirë që secili çdo herë që gabon, çdo herë që i bën gjuna Allahut azza wa jall, përveç pendimit, jep sadaka për hir të Allahut azza wa jall. Edhe ai i cili në të kaluarën ka bë gjuna të shumta e të mëdha, ai i din ndërmjet tij dhe Allahut, në fund i e penduar, elhamdulillah. Jep sadaka. Jep sadaka, nga se sadakaja i pastron gjuna.
Sadakaja nuk është e dukshme, gjunahet nuk janë të dukshme, se si sadakaja i pastron gjunahet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e solli në formë të shembullit atë e cila është e dukshme. Nga një shembull, nga një gjë e cila është abstrakte në një gjë e cila është konkrete. Konkret, siç e shuan uji zjarin. A e ke pa si e shuan uji zjarin? Po, qashtu njëjtë sadakaja i shuan mëkatet e tua. Jep sadaka për hir të Allahut azza wa jall. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa salatu ar-rajuli min jawfi al-layl." Dhe falja e njeriut namaz nate. Pra në pjesën e parë të hadithit kemi të bëjmë me shtyllat e islamit. Në pjesën e dytë të hadithit kemi të bëjmë me ibadete shtesë. Të agjërosh për hir të Allahut, të japësh sadaka për hir të Allahut, të falësh namaz nate. Pastaj e lexoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajetin në të cilin Allahu azza wa jall thot: "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allahu azza wa jall flet për ata të cilët largohen prej shtrati, qohen natën me frikë ndaj Allahut, me shpresë ndaj Allahut, falin namaz nate dhe nga pasuria e tyre shpenzojnë. Allahu për ta ka përgatit xhennetin e tij, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ky është përblimi për veprat që njeriu i bën për hir të Allahut azza wa jall. Ai i cili largohet prej shtratit. Njeriu shtratin e don shumë. Nëse ju ban pyetje njerëzve, në shumë raste nuk përmenden gjërat që njeriu i don. Mirë, po në realitet njeriu i don. Nefsi e don. Trupi e don. Bie njeriu që të pushon, gjumi, rehatia, qetësia, njeriu nefsi nuk e don që t'ja prish vetvetes. E tash, atë që e don duhet me e lënë njeriu për dikant që e don më shumë. Njeriu e don një gjë, ama kur e don një gjë tjetër më shumë, e lën atë parën dhe shkon te ajo tjetra që e do më shumë. Ai i cili e do Allahun azza wa jall, e do ibadetin dhe Allahut azza wa jall më shumë, i lën gjërat e tilla, i lën në sa raste edhe nevojat e tij dhe i drejtohet dhe i përkushtohet Allahut azza wa jall. Ti fal njeriu qoftë edhe 2 rekat namaz nate. Sidomos në këtë kohë ku jacia është herët dhe çdo rekat pas jacie është namaz nate. Çdo namaz pas jacie është namaz nate. Nëse është mundësia që njeriu t'i fal 8 rekat, pastaj vitrin, kjo është edhe më e mira. Po qoftë edhe 2 rekat. 2 rekat pas jacie janë namaz nate. 2 rekat para gjumit janë namaz nate. 2 rekate nëse qosh prej gjumi janë namaz nate. Deri para sabahut gjitha ato rekat janë namaz nate. Ti fal njeriu qoftë edhe 2 rekat. Të fal namaz nate në këtë kohë të gjatë, në këtë natë të gjatë. Dhe namazi i natës është prej ibadeteve të dashura te Allahu azza wa jall. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është falur deri në atë shkallë sa që i janë ajt edhe kamët e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë pjesë të dytë të hadithit e porositi Muadhin dhe e këshilloi me 3 gjëra. Agjërimi është mburoj, sadakaja i shuan gjunahet, gjithashtu dhe namazi i natës i shuan gjunahet, siç e shuan uji zjarin. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi edhe më tutje. A don edhe më? A don ende pas gjithë këtyre porosive, a don që t'rregoj edhe diçka tjetër? Po ja Rasulallah, gjithsesi, sigurisht ja Rasulallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ala ukhbiruka bi ra'si al-amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi
A don të tregoj edhe për 3 gjëra, cilat janë ato: çështja kryesore, shtylla, themeli i saj dhe shkalla më e lartë, kulmi i saj. A don që të tregoj edhe për këtë? Po ja Rasulallah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri el-islam. Çështja kryesore është Islami. Cila është çështja kryesore për njeriu? Islami, feja Allahut azza wa jall. Për çka kemi ardhur në këtë dunja? Kemi ardhur që ta adhurojmë Allahun azza wa jall. Çështja kryesore është Islami. E cila është shtylla që e mban atë? A don që të tregoj për çështjen kryesore? Islami. Për shtyllën, për themelin e Islamit, cili është themeli, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa amuduhu as-salah. Shtylla, a i keni pa ato shtëpizat, ato shatorat të cilët në mes e kanë një shtyll, ajo shtyll e mban komplet atë shtëpiz. Nëse hiqet ajo, shtëpiza bie. Kështu është Islami. Çështja kryesore është Islami. Mirë, po Islami e ka një shtyllë të rëndësishme që e mban atë. E ka një themel i cili e mban atë. Po nëse hiqet, Islami bie. Ai njeri i cili ka Islam, mirë, po nuk e ka shtyllën, Islami i tij është për tokë. Islami i tij nuk qëndron. Dhe këte e kanë thonë dietarët, dhe këte e kanë thonë sahabet, me pajtimin e sahabeve, dhe këte e ka thonë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qartë. Shtylla e cila e mban këtë fe është namazi. Hiqe namazin, ku do të mbahet? Nuk qëndron. Ai i cili i thot vetes musliman dhe në fund nuk e ka themelin, ku qëndrojnë ato gjëra tjera? Ku i ke vendosur? Dhe kjo është e rrezikshme. Namazi është shtylla kryesore, është themeli i kësaj feje. Me namaz qëndron Islami, pa namaz bie Islami. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa amuduhu as-salah. Ajo shtylla e cila e mban çështjen kryesore është namazi. Dhe më e larta, kulmi i Islamit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Dhe shkalla më e lartë, kulminacioni i Islamit, përveç këtyre tjerave, më e larta është gjihadi në rrugën e Allahut azza wa jall, kur njeriu flijon çdo gjë më të shtrenjtë, po qoftë edhe jetën e tij, për hir të Allahut azza wa jall. Ai i cili lufton, flijon, sakrifikon, merr pjesë në xhihad në rrugë të Allahut azza wa jall, vetëm për hir të Allahut azza wa jall, ky është kulmi, shkalla më e lartë e Islamit. Dhe e keni parasysh që xhihadi në Islam është i pastër, është në atë mënyrë që urdhëron Allahu dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk është si lufta e të tjerëve e cila ka të bëj me vrasjen e grave, me mbytjen e pleqve, me masakrimin e të doptëve, me mbytjen e fëmijëve, me rënimin e spitaleve, me shkatrimin e xhamiave, e kështu me radhë. Gjihadi është i pastër në fenë Allahut azza wa jall dhe bëhet lufta ashtu siç ju takon burrave në mënyrën e pastër, pa mbyt gra, pa mbyt pleq, pa mbyt fëmijë, pa prish, pa rënuar, edhe tokat e mbjellura, i ndaloi Islami edhe bereqetet, mos të prishen e mos të flasim për gjakun e të tjerëve, të cilët nuk marrin pjesë në një gjatë të tillë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi i përcolli edhe këto fjalë, i atërheqi vërejtjen Muadhit, ne tërheqi vërejtjen edhe të gjithë neve. Dhe kjo është çështja e fundit, e rëndësishme, e rrezikshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ala ukhbiruka bi malaki dhalika kulli." O Muadh, shiko gjitha këto mesazhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj Muadhit radiallahu anhu, nuk mjaftoi me pjesën e parë, e as të dytë, e as të tretë, dhe në fund
a don që të tregoj një gjë e cila i zotron krejt këto të cilat u përmendën? A don që të tregoj edhe një gjë e cila në realitet ka mundësi që t'i prish krejt këto që u përmendën deri më tani? Dhe kjo është e rrezikshme, që besimtari të ketë kujdes dhe t'i ruan ibadetet që i ka bë, t'i ruan në dunja, t'i vlen në ahiret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a don që të tregoj? Muadhi radiallahu anhu tha, gjithsesi ja Rasulallah, më trego dhe për këte. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kapi gjuhën e tij edhe tha, kuffe alejke hadha, ndale, ruje këtë, ruje gjuhën tënde. Muadhi radiallahu anhu tha, ja Rasulallah, wa inna le muakhadhune bima netekellemu bih. O pejgamberi Allahut, ne a do të llogaritemi, a do të dënohemi edhe për atë që flasim? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, thakilatka ummuka ya Muadh. I humb shti nanës tënde o Muadh. Mbet nana jote pa ty o Muadh. Dhe kjo përdoret tek arabët jo në formë të lutjes reale që ti në realitet nana yte me mbet pa ty, mirë po përdoret në këtë formë dhe në këtë mënyrë për nxitje. I humb shti nanës tënde o Muadh, a nuk e di? Wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. O Muadh, a do të hudhen njerëzit në xhehenem me fytyrat e tyre apo me hundët e tyre, dyshim prej transmetuesit, përveç se për shkak të gjuhës së tyre? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë porosi të fundit i atërhoqi vërejtjen Muadhit, në atërhoqi vërejtjen edhe të gjithë neve. Shahadetin, namazin, zekatin, agjërimin, haxhin. Pastaj gjithashtu agjërimi është mburoj, sadakaja i shuan mëkatet, pastaj namazi i natës i shuan mëkatet, pastaj gjithashtu çështja kryesore është Islami, shtylla e saj është namazi, kulmi i tij është xhihadi, pastaj në fund a don që të tregoj për krejt këta e cila i përmbledh gjitha ato që u përmendën, po ruaje gjuhën tënde. Por çfarë arsye? Cili është rreziku aq i madh i gjuhës së njeriut? Me gjuhë njeriu ka mundësi të prish çdo gjë, duke filluar prej imanit të tij e pastaj me radhë. Me gjuhë ka mundësi njeriu të ban shirk, me gjuhë ka mundësi të ban kufër, me gjuhë pastaj ka mundësi të ban gjuna të mëdhaja, të ban shpifje, të ban gibet, të bart fjalët, të nxit urrëtie në mesin e njerëzve, e kështu me radhë. Dhe gjuha është rrezik i madh. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, men samata naja, kush hesht ka shpëtuar. Në hadithin tjetër tha, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ai cili e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, ose let flet mirë, ose let hesht. Dhe porosit të tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që besimtari të ketë kujdes, të ketë frikë nga gjuha e tij. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu tha, nëse meriton dikush të burgoset në dunja, mas shumë ti meriton gjuha. Imam Euzai tha, muslimanët e mirë flasin pak, veprojnë shumë. Munafikët flasin shumë, veprojnë pak. Besimtari kujdeset nga gjuha e tij, duke e pas parasysh çdo gjë që e thot do të llogaritet. Çdo gjë që flitet do të llogaritet, dhe besimtari kur e mendon një gjë të tillë ka kujdes. Në sa tavolina, në sa mezhlise, në sa dhoma, në sa ndeja, muhabeti kryesor në mesin e muslimanëve, dhe mos flasim muslimaneve, muhabeti kryesor është gibeti.
duke harruar që është një prej gjunaheve më të mëdhaja ndaj Allahut Azza wa Jall. Dhe çka ndodh? Në dunja rrezikohet njeriu, në ahiret sa prej njerëzve të tjerët dua marrin shpërblimet. Agjërimi është mburoj, ka agjëruar. Sadakaja shuan zjarin, ka dhënë. Namazi natës, ka fal. Në ditën e gjykimit i merr dikush tjetër shpërblimet. Por çfarë arsye? Kjo e fundit. Ruaje gjuhën tënde nga çdo gjë e cila e hidhron Allahun Azza wa Jall. Muadhi, duke mos e pas parasysh një gjë të tillë, tha: Ja Rasul Allah, a do të llogaritet njeriu edhe për atë që flet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: a do të hudhen njerëzit në xhehenem me fytyrat e tyre? Transmetuesi ka dyshuar, apo me hundet e tyre, përveç se shkaku i gjuhës që nënkupton shumë prej njerëzve, apo çështja më e madhe për të cilën njerëzit do të hudhen në xhehenem është gjuha e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ajo që më shumti do t'i çon njerëzit në xhehenem janë dy gjëra: el famu wal farju, gjuha dhe organi gjenital. Në hadithin tjetër tha: kush mi garanton dy gjëra, ja garantoj xhenetin. Ai i cili ma garanton atë që e ka ndërmjet buzëve të tij dhe atë që e ka ndërmjet këmbëve të tij, ja garantoj xhenetin. Besimtari të ruhet nga mëkatet e gjuhës, nga se mëkatet e gjuhës janë shumë dhe në fund janë të rrezikshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i aporcolli këto fjalë Muadhit radhiyallahu anhu, që pastaj edhe të gjithë ne, edhe secili besimtar të merr mësim, të merr mesazh nga këto porosi dhe të mundohet të realizon ibadetet, të largohet nga gjunat, të largohet nga haramet, me shpresë që të arrijë në përgjigjen e asaj pyetjes në fillim: ja Rasul Allah, më tregon një vepër e cila më shpije në xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i dha mundësit, këshillat, porosit, edhe më shumë se sa që u bën në pyetje, që ne të kemi rrugë më të lehta, më të mëdha që të afrohemi tek Allahu Azza wa Jall. Këtë hadith e ka shënuar, e ka nxjerr Imam Tirmidhiu dhe gjithashtu ka thënë hadithi është hasan sahih. Pra ky është hadithi me të cilin kemi thënë disa fjalë, jemi ndalur së bashku sonte, kthehemi në fillimin e tij duke përcjellur hadithin e plot, me shpresë që ta mbajmë mend dhe pastaj të mundohemi ta realizojmë në jetën tonë, në ditët tona, të mundohemi të jemi prej atyre që çdo gjë që e dëgjojmë e fusim edhe në praktikën e jetës tonë. Nga Muadhi radhiyallahu anhu transmetohet se Muadhi radhiyallahu anhu tha: ja Rasul Allah, më trego për një vepër e cila më shpije në xhennet dhe më largon nga zjarri i xhehenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: o Muadh, ke bë pyetje për një gjë shumë të madhe, mirë po, ajo është e lehtë atij që Allahu i ia ban të lehtë. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ta adhurosh Allahun, mos t'i bash shok atij, ta falësh namazin, ta japësh zekatin, ta agjërosh Ramazanin, të shkosh në haxh. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o Muadh, a don të tregoj për dyert e hajrit? Po ja Rasul Allah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: agjërimi është mburoj, sadakaja e shuan mëkatin siç e shuan uji zjarin, dhe gjithashtu namazi i natës. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi një ajet ku Allahu Azza wa Jall thot: tatajafa junubuhum anil madaji', ata të cilët largohen nga shtretërit e tyre, deri në fund të ajetit ku Allahu e përfundon ajetin me fjalën ya'malun. Pastaj tha: a don të tregoj për çështjen kryesore, për shtillën e saj, për kulminacionin e saj? Po ja Rasul Allah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çështja kryesore është Islami. Shtylla kryesore, shtylla e kësaj feje është namazi. Kulminacioni i Islamit
është gjihadi. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a don të tregoj për një gjë e cila i përmbledh gjitha ato? Po ja Rasulullah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi e kapi me dorë gjuhën e tij që të mbahet mend edhe më mirë, ruaje këte, ndale këte, ruaje gjuhën tënde. Tha Muadhi radiallahu anhu, ja Nebi Allah, a do të dënohemi ne, a do të llogaritemi edhe për fjalët tona? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i humshti nanës tënde, o Muadh, a do të hudhen njerëzit në xhehenem me fytyrat e tyre apo me hundët e tyre, përveç se për shkak të gjuhëve të tyre? Hadithin e nxjerr Imam Tirmidhiu dhe thot hadithi është hasan sahih. Ne elusim Allahun azza wa jall, Allahu të na ban prej atyre që i mësojmë fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i jetojmë fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ecim në porosit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu të na ban prej atyre që do të pinë nga haudi i tij, nga dora e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall të na ban bashk me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhennetet e tij, me pejgamberët e Allahut, me sahabët, me muslimanët e mirë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.